Dhe do të shikojmë, a do vazhdoj të bëhet dhe të qëndroj palë me partinë në pushtet? A do të haj presionin? A do të haj sapunin për djathë? Dhe prandaj unë po ju them që kjo është një lojë e errët, e vështirë, e rrezikshme, që ne si qytetarë duhet marrim masa dhe duhet të ndëshkojmë Partinë Socialiste për shkak se Partia Socialiste po godet çdo qytetar shqiptar. Të dashur zonja dhe zotëri, flaka është në derën tuaj, po thjesht ju nuk po e kuptoni. Kur do të vi momenti që të kërkoni që në tubin tuaj të ketë ujë për të shpëtuar veten tuaj, do të jetë vonë, sepse ju keni bërë pakt me heshtjen, duke justifikuar qëndrimin tuaj sepse këtu nuk ekziston më i mirë se Edi Rama. Jo, është gabim. Ju duhet të reflektoni dhe duhet të ndëshkoni Edi Ramën dhe çdo person nëpërmjet votës që ata mos të bëhen statistike spaku. Por duke i qëndruar ju të heshtur dhe duke justifikuar që nuk ka më të mirë se ky sepse ky po i çon në burg, atëherë flakën e keni në derë dhe mos prisni për drejtësi, sepse do bizotroj padrejtësia dhe ju jeni bërë palë me padrejtësinë. Prandaj duhet të reflektim sa më shpejt, sepse po ju erdhi flaka, do të vazhdoj, do të bëj e atë që ne themi faktin konkret. Nga flaka e dini ju çfarë del në fund fare. Prandaj unë uroj që qytetarët kuptojnë që të këto rastet e ndjekjes penale politike të politikanëve tanë nuk del i favorizuar populli shqiptar. Mbantje, politikanët do dalin më të favorizuar. Berishën e pe, është kryetar partie, Yuri Kim është çfarë është? Ka ikur nga ambasador. Është fakt konkret. Zoti Meta është burgaxhi. Ku është sot Zoti Meta? Është burg. Po çka ka Zoti Meta? Nga ish president, një nga të vetmi ish president, ka parti politike. Ish president ka 4 deputet në parlament, partisë së tij. Ish president ka grup parlamentar me pak me Sali Berisha. Është ish president i cili nga të presidentët e mëparshëm shiko Bamir Topi e të tjerë, që Bamir Topi ka ta ndisi analist. E kupton tani? Dhe zoti Velia, për mendimin tim, nuk do flas tani. Dhe ajo që unë mendoj është që zoti Velia do flas në një moment tjetër. Por zoti Rama, goditje nuk do ta ketë as nga Velia as nga një person që mund të jetë brenda. E di nga ku do ta ketë Edi Rama goditjen? Nga njerëz që e rrethojnë Edi Ramën sot. Dhe rrezikun Edi Rama e ka rreth vetes, por nuk e kupton. E di pse nuk e kupton? Sepse Rama ka një problem. Çfarë? Ka marrë të gjithë servilat e të tjerëve. Dhe ka marrë rreth vetes. Sepse një person që është servil, çfarë bën? Pikë më i forti. Sepse servilat të dishti kanë një gjë shumë të bukur. Nuhasin forcën dhe shkojnë direkt tek pushteti. Pra, bën pakt dhe aleancë me pushtetin. Pra, ata të cilët ti kishe te Ilir Meta kanë shkuar tek Edi Rama. Ata që shkuan nga Sali Berisha kanë shkuar te Edi Rama. Nga Lul Basha te Edi Rama, nga Monika Kryemallë te Edi Rama, nga Ilir Meta te Edi Rama dhe me radhë. Dhe këta individ, edhe nga Iro Velie, këta individ kanë shkuar atje. Në një moment kur do i cenohet atyre ajo që ne themi puna e tyre, përfitimi i tyre, ata do të jetë të parë të cilët do të reagojnë dhe të godasin Edi Ramën. Dhe ai që do ta godasi Edi Ramën, më e mend që do të ketë lidhje me Erion Velin. Pse do ketë lidhje? Se mund të jetë ushqyer në të shkuar nga Erion Velin, po shkak se Erion Veli u fut në burg, nga mënyra se si është punuar dhe është trajtuar dhe trajnuar, ai në fund fare do godasi Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk është se do të ketë një goditje nga Erion Velia nga burgu, por Erion Velia dhe njerëz të cilët rrethojnë sot Edi Ramën janë i bindur që kanë në staturën e tyre servilizmin dhe kur në moment të dali më i fortë se Edi Rama dikush, të gjithë do shkojnë rreth atit që të forcohen. Prandaj, unë mendoj se zoti Veliaj nuk do godasi zotin Rama, sepse zoti Veliaj investon që të qëndrojë në Bashkinë e Tiranës deri në 2027
dhe ai do mendoj që ende do të qëndrojë në politikën shqiptare. Por për mua ka shumë pikpyetje në rast se zoti Rama qëndron deri në 2027, a do të ketë mundësi zoti Veliaj të rimarr fuqinë e tij edhe politike, por edhe mbrojtjen juridike për të arritur çfarë vazhdimësimi në politikën shqiptare. Por me një parti socialiste të këtij nivelit dhe të kësaj ngjarje që të gjithë janë të përfunduar në burg, zoti Veliaj do të ketë të pamundur të rigjenerojë dhe të ringjallë një parti e cila do të shkojë drejt të shkërmoqjes. Është herët për të folur, por Partia Socialiste pa pushtet dhe pa para do të shkojë drejt një katastrofe të madhe, e cila do jetë e paimagjinueshme, por do të jetë fakt konkret. Edhe në fund fare duhet të them që edhe gjyqtarët që ishin në gjykat asnjëherë nuk e mendonin që do përfundonin në këtë situatë. Sot është një fakt konkret, a është i drejtë apo i pa drejtë nuk ka rëndësi, por është një fakt konkret. Edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha, edhe zoti Veliaj, edhe zoti Ahmeti, edhe zoti Tahiri nuk mendonin kurrë se do përfundonte karriera e tyre në këtë formë, por sot është një fakt konkret që këta individ janë aty ku janë, sepse është një fakt. A është i pa drejtë apo i drejtë nuk ka rëndësi fare kjo gjë, por është një fakt konkret. Dhe në fund fare unë ju them, ashtu siç ju kam thënë për zotin Veliajt, edhe për zotin Balluku, edhe po ju them edhe për Partinë Socialiste. Partia Socialiste është drejt katastrofës, drejt shkërmoqjes. Po thjesht nuk keni parë flakën, nuk keni parë tymin, nuk keni parë çfarë i kanoset asaj partie dhe çfarë dëmi keni bërë duke qëndruar në pushtet në mënyrë të padrejtë, jo me meritokraci, jo me barazi, sepse padrejtësia çfarë nuk kupton pa barazin, nuk kupton jo meritën, por në rast se do të ishte me merit, me meritokraci, me transparencë, me llogaridhënie, me pakt me qytetarët me të vërtetën dhe jo duke bërë shitblerje vote dhe jo duke kapur pas disa vitesh në përgjime, duke shitur dhe duke blerë, duke bërë presion, duke marrë peng një shoqëri, duke e mashtruar, këtu ka dallim politika nga mafia. Pra, aty kupton qartë se je në politikë si mafioz dhe je në politikë duke dhënë shpresë dhe alternativë. Prandaj unë ju them juve që Partia Socialiste e ka të vështirë, pavarësisht se dikush do më thotë ka struktura, ka njerëz burime, por duhet keni parasysh diçka në fund fare, se njerëzit në fund fare kanë familje, kanë buxhet dhe në një moment kur flaka troket tek portofoli i çdo njeriu, në fund fare partia nuk na duhet më, sepse na duhet shpëtimi monetar, sepse sot tregu është kapitalist dhe kërkohet para që të jetosh dhe madje edhe të mbijetosh. Në përfundim them që edhe Partia Socialiste është drejt shkërmoqjes së saj, po thjesht mbetet për të parë kur do të vi ky moment historik që të kuptojmë qartësi që se si një parti shkatroi jetën dhe vazhdimsinë e saj. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.